mbrojtës, në rënjitës, edhe gjitha shërbimet që duan për të komanduar zonën në rast agresioni. Pa hyrë në hollësirat e veçanta. Por edhe qytetet ishin në thelësi, për shembull Berati, Elbasani që kanë patur sistemet e tyre të si dhe Tirana, kanë pas sistemet e tyre mbrojtëse nën-toksore, të pajisura, të përgatitura dhe që mirë mbaheshin për një situatë të veçantë. Po në Tiranë ka që lidhin institucionet pra tunele? Po, shumica ministrive lidhen nën tokë me njëra tjetër. Që kemi ne sot. Ish komiteti qendror që është kompleksi sot aty, me pallatin e Kongresit, me gjitha janë të lidhura në rrjete nën-toksore. Sot janë aktive? Ato nuk janë aktive se janë lënë pasdore, edhe nuk kujdeset njeri, por me një mobilizim, në një situatë emergjente, ato mundet të rikthehen në ato gjendje që ishe, të pastohen, të rregullohen, të vendosen, sepse janë prishur shumë nga elementet e mbrojtjes së tyre. Janë hequr ta zënë dyert mbrojtëse të blinduara për të përballuar goditjet bërthamore. Janë hequr sistemet filtër ajrosës. Pra janë anti-bërthamore edhe në Tiranë që lidhin institucionet. Po, por puna që të rikthesh në gjendje të plot duhet punë. Në radhë të parë duhet një ekip për t'i vënë në punë, e dyta duhet zënësuar ato pajisje që janë hequr. Unë kam parë ato pajisjet filtër ajrosës të strehineve të gjitha ministrive që më duket një budallë, u që montuan dhe u shitën. Ato ne kemi marrë nga Rusia, kemi marrë nga Kina, kemi filluar t'i provonin vetat e pas viteve 80, këto janë pajisje që kërkojnë kohë për t'i përgatitur, për t'i vendosur, për t'i kualituar, etj. Ne këto i kemi vendosur edhe në për ambasada, sipas marrëveshjeve ndërkombëtare, ne çdo vend, jo vetëm neve, përgjigjet edhe për mbrojtjen e ekipit të ambasadave. Pra tek kjo është kryeministria që lidhet me gjitha ministritë apo jo? Po, ato lidhen në tokë. Tani, janë për hyrje ndërtimet, kam parë një herë ishte bërë një birrari atje poshtë, të pallati Kongreseve në tokë, duke shfrytzuar këto. Domethënë janë degeneruar dhe kthyer në vende në forma të tjera, por ato mund të kthehen, se me një vendime duke organizuar punën, ato mund të rikthehen në gjendje pune. Njëkohësisht edhe për këto, jo thash për ambasadat, kemë detyrë për të mbrojtur efektimin e ambasadave. Jashtë. Domethënë, po, ambasadat që kemi ne këtu kanë qenë të pajisura me sisteme filtër ajrosës nën-toksore. Edhe ambasadat që janë këtu të huaja? Po, je i detyruar që të sigurosh mbrojtjen këtyre personeleve. Dhe ne kishim ekipe që merreshin me këtë punë, që në kohë të caktuar vetë kontrolli i sistemit mbrojtës për ambasadat, për shembull, është më vetë. Pra bloku i ambasadave duhet ketë. Po. Dhe këto institucionet kryesore, të cilat ju thash që janë lënë pasdore, nuk din përse tashu i kanë kthyer në depo atje, por ato mund të rikthehen në gjendje pune, në gjendje efektive. Pra kemi një Tiranë tjetër në tokë që mund të lidhen institucionet. Këto lidhjet shkonin edhe te Pallati i Kulturës, te Smet Kaçi, e ku diun gjithë sistemin nën-toksor, punonte me ndërlidhje me të gjitha gjëra. Ndërtimet e reja tani janë bërë pak të koncept. Bota i bën të gjitha llojet e ndërtimeve të tilla që të përballojnë emergjencat që nuk i dinë se nga mund të vinë. Dhe ta zënë një pallat 10 kaç i ndërtuar në Tiranë nuk e ka konceptin që të ndërtohet në një formë të tillë që ato bodrumet e tjera të shfrytëzohen për kokaqe për qëllime të tjera. Në rast emergjente ti shfrytëzosh për nuk ekziston, nuk ka një planimetri, nuk ekziston ideja për ta shfrytëzuar. Kështu që këto do shfrytëzohen në mënyrë individuale, në mënyrë primitive, duke shfrytëzuar në formë të
pa rregull të gjithçka që është në tokë, në ndërtimet tona. Pra për ta mbyllur me syt, nëse ndodhi situatë e tillë, jemi nga Zoti dhe nga Amerika. Po, ne kemi kohë që kemi ndarë mendje që neve na mbron Amerika dhe kemi hequr atë fishin e mbrojtjes në të gjitha drejtimet. Por situata nuk na kërcënon, kështu që duke qenë në këtë gjendje që ne nuk kemi një kërcënim direkt, është lënë pasdore problemi i mbrojtjes. Dhe kjo është një nga gabimet e politikës. Nuk është puna të bësh investime të mëdha në këto drejtime, se ne kemi trashëguar shumë pasuri në fushën e mbrojtjes. Puna është ta kesh vëmendjen, kujdesin, me pak investime të ruash ato që ke patur dhe në rast se ke mundësi të bësh dhe investime të tjera me kosto sa më të lirë. Por ne kemi hequr këto fare, jemi edhe nuk kujtohet njeri fare. Vetëm Zoti mos e dhënë që të ndodhesh para një situate të tillë që paguhet me kosto të larta. Tani ku kaosi, rrëmuja që krijohet sjell dëme të jashtëzakonshme. Duke uruar që kjo mos ndodh, unë të falenderoj shumë sërish për bisedën, zoti Abilaj, edhe për gjithë informacionin që ndat për publikun, edhe thirrjet për institucionet. Faleminderit për vlerësimin, edhe punë të mbarë.